Fenomeni I rënd I dhënies fund të jetës ka goditur juglindjen e vendit, duke rënditur opinionin publik dhe ngritur pikpyetje të thella mbi gjendjen psikologjike dhe sociale të të rinjve shqiptar. Brenda vetëm 5 ditëve janë regjistruar 3 vetvrasje dhe 2 tentativa, të gjitha të konsumuara nga të rinjt, ndërsa motivet ende mbeten të paqarta për autoritetet, por që sociologët I lidhin me një krizë të thellë sociale dhe institucionale. Sociologja Maria Dojqe cilëson një situatë shokuese dhe alarmante, ku mungesa e stabilitetit, pasiguria për të ardhmen dhe mospasja e mbështetjes psikologjike po bën faktor kyç që I shtyn të rinj drejt vendimeve fatale. Janë mosha shumë të reja dhe kohë shumë e shkurtër për 3 vetvrasje. Në këndvështrimin sociologjik, unë do të thoja që tregon një çrregullim të gjendjes shoqërore, të total funksionit të shtetit. Pa dashur ty në çështje politike, gjithmonë vetvrasjet rriten në ato shoqëri ku nuk ka stabilitet dhe siguri, ku individi ndjet I pasigurt, I paorientuar dhe pa zgjidhje për problematikat jetësore. Dhe kudo në botë, shenja e parë e çrregullimeve destabiliteteve sociale dallohet nga numri I vetvrasjeve. Sipas sociologës, mosha e viktimave dhe atyre që kanë tentuar të japin fund jetës është një tjetër tregues shqetësues. Janë të rinj që nuk po arrin të përballojnë presionin, sfidat dhe zhgënjimet që jeta u paraqet. Tani do ndalem pak te grup mosha, sepse grup mosha është një tjetër faktor tregues. Përveç çrregullimeve dhe destabilizimit social, kjo grup moshë tregon që ne nuk kemi një mirë orientim të rinjve, ne nuk kemi këshillim të duhur dhe dhënien e atyre barierave apo rënjëve të forta të vetbesimit, të guximit dhe të riskut që ne duhet të përballojmë në jetë. Këta të rinj apo kjo grup moshë tregon që rinia te ne është e brisht, e ka të pamundur të I kalojë sfidat që e përball jeta dhe shpeshherë arrin në fatalitetet të cilat nuk janë jo të këshillueshme, po patjetër janë të ndalueshme dhe të dënueshme. Dojqe ndalet edhe te stigma e fortë që shoqëria shqiptare ka ndaj kërkimit të ndihmës psikologjike. Ajo thekson se dhe aty ku ekzistojnë shërbimet, ato janë të pakta, të pamjaftueshme dhe shpesh të injoruara nga qytetarët për shkak të mentalitetit. Pse? Sepse ne si individ duhet të mësohemi të kërkojmë ndihmë, të shkojmë drejt psikologëve, të kemi qendra këshillimi më të shpeshta në qarqet tona dhe në vendet ku ne banojmë. Unë shoh që edhe kjo mungesë është jo vetëm se nuk kemi qendrat e këshillimit dhe qendrat e psikologëve të këshillimit në qytetet ku ne jetojmë, por nga ana tjetër ende vazhdojmë të jemi në ndrysnim e një tabuje që këshillimi dhe bashkëbisedimi me ekspertë të fushave për të dhënë ndihmë kur ne emocionalisht nuk ndjehemi mirë, kur ne kemi një breng që na mundon, kur ne nuk marrim dot një zgjidhje që jemi duke pritur, atëherë ne duhet I drejtohemi njerëzve kompetente dhe ekspertëve përkatës, siç janë psikologët e këshillimit, psikologët klinik në rastet më të agravoara, por edhe sociologët, pse jo, të cilët mund të mirë orientojnë të rinj të rreth rrugës që duhet të ndjekin për të gjetur zgjidhje dhe për të mos shkuar drejt fataliteteve. Ndër të tjera, sociologja bën apel të fortë ndaj të rinjve që hasin probleme emocionale dhe ndodhen në një kryqëzim në jetën e tyre. Do t'i bëj thirrje të gjithë të rinjve shqiptar, mos hezitoni të merrni këshillim, të shkoni drejt psikologëve, të shkoni drejt sociologëve, të këshilloheni me ta dhe të tejkaloni në mënyrë të drejtë dhe të dur çdo shqetësim sado të vogël që të kemi. Ngjarjet e fundit nuk janë thjesht raste individuale, por një sinjal I problematikës serioze të shoqërisë. Është momenti për ndërhyrje të menjëhershme, politika konkrete dhe riorientim të vëmendjes drejt shëndetit mendor të rinjve.